Atëherë miq të emisionit Koha e Shtesë, sot do të jemi në intervistë me gazetarin Enos Karço për të bërë një analizë i përket ndeshjes mes Anglizë dhe Shqipërisë, e cila u mbyll në shifra 2-0 në Wembley. Jena, përshëndetje. Përshëndetje Claudio. Përshëndetje të gjithë atyre që na ndjekin. Faktikisht ishte një humbje paremruar dhe parashikuar, sepse nuk mund të ishte ndryshe përballë një skuadre si Anglia, favorite e madhe e grupit. Dhe jo vetëm Shqipëria, por kam përshtypjen se cilat do nga skuadrat e grupit ton kur të shkojnë në Wembley, do shkojnë vetëm për të bërë figurë të mirë se për rezultatin. Besoj që ka mbaruar. Më kujtohet intervista që ne bëm para asaj ndeshje me Anglinë dhe janë disa paralajmërime që ti bëre që përpos të gjithave, diferencës mes Anglisë dhe Shqipërisë dhe ajo historike pra e finaleve të shkuara në Europianët botror, ka një diferencë për shkakun se Shqipëria në këto momente nuk ose ishte në momentin e saj më të mirë, ndërkohë nga ana tjetër ishte Anglia në momentin e saj më të mirë, sepse vinte dhe Tuchel, pra një trajner i ri i cili ishte më shumë i motivuar për të fituar, ndërkohë te Shqipëria janë disa futbollistë siç e thënë ti atëherë nuk janë ato kulmin e tyre. Bajrami në stol të Rangersi, Asllani të Interit dhe ndërkohë kishin përpara atyre disa lojtar kampion. Dua të di çfarë shije të la fundi asaj ndeshje. Të la një farë shije të mirë, domethënë a prisi edhe më keq se kaq? Në fakt, unë mendoja që do të ishte një ndeshje e tillë. Pra, një skuadër që do të mundohej të limitonte sa më tepër dëmet ishte e mundur që ishte Shqipëria, dhe një skuadër si Anglia që do të mundohej ta fitonte ndeshjen dhe të mbante nën kontroll kundërshtarin pa e lënë që ta rrezikonte prapa. Dhe në fakt rezultoi një ndeshje e tillë. Askush nuk do, po them në pozitat e inferioritetit, sepse ti shkon outsider në një fushë si Wembley kundër favoritit të madh. Dhe askush nuk do donte të shkatrojë në ndeshjen e parë, sepse do të komplikohej gjithë fushata eliminatore e botrorit pastaj me ndjesitë e një goleade që mund të psoje në Wembley. Por këtu do të shtojmë edhe zhurmë si do bënte media pastaj, na turpruan, u shkatruam, s'bën ky, s'bën ai, dhe të gjitha këto qarkullojnë dhe në mendjen e lojtarëve dhe trajnerit, nuk janë vetëm në mendjen tonë dhe tifozëve. Kështu që ishte e parashikueshme që Shqipëria do të luante ashtu dhe Anglia do të bënte atë që bëri. Unë e mendoja të tillë ndeshje. Nuk besoj se do të kishte një trajner që do të guxonte të lunte hapur përballë Anglisë. Ti e përmendën ndeshja e parë duel dhe kjo e shton akoma dhe më tepër agresivitetin dhe dëshirën jo vetëm trajnerit për ta nisur me fitore, po dhe lojtarëve për t'i treguar trajnerit se janë ata zgjedhja e dur. Kështu që kishte shumë gjëra Anglia për të mos e lënë në neglizhencë këtë ndeshje. Më kujtohet raportimi i kolegut Baku nga Londra që thoshte nuk e kuptoi pse anglezët kur vjen puna që do të luajnë me Shqipërinë e trajtojnë si një finale. Trajtojnë si një finale pikërisht për të arsye, sepse ishte ndeshja e parë e Tuchel, të gjithë sytë e anglezëve ishin tek kontari atyre në ndeshjen e parë të trajnerit të ri gjerman dhe vetë lojtarët donin t'i tregonin këtij trajneri që pavarësisht se kishte zgjedhje të guximshme, siç ishte Lewis Kelly në krahun e majt, janë ata që duhet. Dhe në fakt, aty të gjithë shkëlqyen 11 e parë Anglisë, nuk besoj se pati në një që zhgënjeu, përfshirë dhe Foden, edhe pse nuk pati inkursionet, sepse edhe vetë karakteristikat e tij nuk janë lojtarë që shkojnë fundore dhe të krosojnë, ndryshe nga ç'ishte Rashford në krahun tjetër që shkonte edhe në fundore dhe krosonte. Më mirë punë. Kualitetet pastaj bën diferencën. Bellingham ishte monumental, jo vetëm për atë asist me precizion kirurgjik që preu gjysmën e fushës dhe kaloi 2 linja defensive të prapavijës tonë, pra 5 lojtarë në total kaloi ai pasim për të gjetur pasaj Lewis Kelly që përfitoi edhe nga fakti që Hasani nuk është mbrojtës dhe nuk u vendos mirë, mori kohën dhe pastaj shënoi golin e parë. Pastaj ishte çështje kohe. Shënimi i golit dytë, shpëtuam në disa raste, por në fund do ndodhte një gabim, sepse kundërshtarin e atij niveli e ke të instaluar në gjysmë fushën tënde, herët avon një gabim do të ndodhi me ajetin dhe psuam edhe golin e dytë. Por për mua është një rezultat krejtësisht i pranueshëm, sepse të mobilizon tani që ti të përqendrohesh te Andora pa trauma psikologjike, po të mendosh vetëm për të fituar ndeshjen. Ne, ndeshjet që duhet fitojmë, i kemi me kundërshtarët që janë të nivelit tonë. Pra, Andorën duhet mos ta diskutojmë.
nuk ka ndeshje të lehta, është e komplikuar dhe jo, sepse një skuadër që të mbledh prapa, kur vujt e Anglia për të bërë golin, do vujmë dhe ne për të bërë golin me Andorën. Pra nuk janë të absolute gjërat, janë relative. Shpresojmë që ta shkojmë mirë, por si kundërshtar është në nivelin tonë dhe ne duhet llogarisim 6 pikë. Pastaj me Letoninë dhe me Serbinë duhet parë se aty ndahet puna. Letoninë mund ta shohim si inferiore ne, po gjatë gjithë historisë tonë nuk është se kemi mund ndonjëherë. Okej, ke drejt në këtë analizë që po bën për Anglinë duke ditur gjithë cilësitë e Anglisë, por unë do të bëj një pyetje. Nëse trajneri Silvinho del në konferencë për shtyp dhe thotë që në fillim që ne do i kemi marrë masa, do luftojmë, do fitojmë, këtë ende do dalim me pikë me rezultat pozitiv dhe në fund pasi marrën ndeshja thotë paktën nuk humbëm 5-0, pra dolëm 2-0, nuk humbëm 5-0. Ndërkohë nga ana tjetër ai thotë që objektivi kryesor i joni është të shkojmë në botror. Sa shkon logjika e këtyre të dyjave? Pra ti që kënaqesh se nuk u rafe 5-0, por nga ana tjetër ke si objektiv të shkosh në botror. Apo mendon se kushdo kombëtare në grupin ton, edhe Serbia futur këtu, do ketë jetën frikë kur të shkojnë në Wembley që mos humbin 5-0? Po patjetër që është kështu. Unë kam përshtypjen nga trajnerët e kombëtarëve që janë pjesë e grupit ton, nuk e kam menduar që të shkojë në Wembley dhe të bëj pikë me Anglinë. Kjo është pak po e sigurt. Pra, Serbia do ta luajë gjithçka me Anglinë në stadiumin e saj në Beograd, qofti Crvena Zvezdës, qofti Partizani Belgradit, kudo që të luajnë. Ata kanë atmosferën e egër dhe imponuese në shtëpi për të tentuar të intimidojnë një skuadër që vështirë se intimidohet megjithatë se është Anglia. Po cila do tjetër skuadër kur shkon dhe luan Beograd, ka atë sikletin e të luajtur para një publiku të nxehtë, një fushë të nxehtë. Ne provuam në 2015 se çfarë mund të ndodhte. Okej, nuk janë relatat e Serbisë me kundërshtarët e tjerë njësoj si me ne, por ja që ndodh dhe situata të tilla ndodhin. Plus që kujtoj që ai tuneli për ndhomat e zhveshjes së stadiumit të Crvena Zvezdës për Maracana është i frikshëm dhe është intimidues, i ndërtuar qëllimisht për të qenë i tillë. Ai dëshirë për luajtur. Po, është rreth 100 hapa, po ka ulje dhe ngritje dhe ti nuk e shikon kur fushën derisa del në momentin që del aty dhe ndjen gjithë atë brorimat e publikut. Pra, është qëllimisht i bërë i tillë për të intimiduar kundërshtarin. Dhe ndoshta Anglinë jo, po të tjerët po. Ndërsa ne kemi shansin e madh që do të luajmë ndeshjen e fundit me Anglinë. Pse e them këtë? Sepse kam përshtypjen që Anglia do ta ketë siguruar kualifikimin deri në ndeshjen e fundit. Shumë përpara. Po kur vjen në fund, mund mos jetë kaq kërkuese për pikë. Mund mos jetë kaq kërkuese për rezultat. Nuk po them që do hapi portën dhe ne do fitojmë. Po do jetë më lehtë në fushë se sa përqendrimin që pam në Wembley nga dhe Bellingamin të parë. Eno, të kam ndjekur dhe një analizë që ti ke bërë në emisionin Max Sport, ku the një detaj që nëse te Anglia shikoje rallëherë lojtar të nivelit të Evertonit dhe nga ana tjetër kemi Armando Broja më të mirin tonin, i cili luan me Evertonin. Në fakt është një ndjesi që më la dhe mua në momentin që kur e pash formacionin e Anglisë dhe shikoje në një Newcastle apo Everton, kënaqesh edhe thoya ok, pak të sërmëm nga këtu se janë më të dobët. Pastaj kur kujtohesh e thoya dale prit, po ne vetëm ata kemi një Everton, kemi të tjerë kemi shumë më poshtë. A mund të tregoj njerëzve që vetëm mes fushë është Cristiano Ronaldo i cili po rrin Stoke Inderi, por përpara atij është Bellingham i cili është lojtari i Real Madridit, pra a duhet të jemi të kënaqur dhe me kaq për të jemi pak më me këmbë tokë që ajo mrekullia të thjeshtë ishte mrekulli, po nuk mund të zhgënjesh ti se nuk realizoi një mrekulli. Shikon, unë kam shumë të qartë që tifozët duan gjithmonë të fitojnë, duan gjithmonë të konkurrojnë, duan gjithmonë të jenë aty në lojë. Se ndryshe nuk do quhet tifoz. Pra, duhet të jesh i smur me tifo dhe quhesh tifoz. Dhe një tifoz nuk do doj kur që ta mendoj që unë do ta humb ndeshjen. Ka dëshirën, ka atë po themi egon, ka besimin te skuadra vet, sepse për ndryshe nuk do ishte tifoz i një skuadre, prandaj quhet tifoz, sepse në të mirë dhe të keqja nuk e ndryshon bindjen e tij. Vërtet Aslani por është lojtari alternativ i Çalhanoğlu. Plus që ka pas raste që edhe kur ka munguar Turku, nuk ka preferuar Aslanin. Pra, këto janë detaje që ne duhet të kuptojmë që kur vjen puna dhe të përballet me Bellingham,
po nuk mund të jenë njësoj. Nuk mund të jenë njësoj. Apo kujtoj pjesën tjetër, jo po Bajrami të Rangers. Po mirë, ai tjetri ka lojtarin e Arsenalit. Tani, në qoftë se Rangers luan me Arsenalin, po do humbi. Po kështu ndodhet me lojtarët. Pra janë lojtarët që e bëjnë skuadrën. Në qoftë se X skuadër është shumë herë më e mirë se kjo skuadra tjetër, sigurisht që janë lojtarët që e kanë bërë këtë diferencë. Kështu që si do ta marrësh, ti nuk përballesh dot me një nivel të tillë. Po të kujtoj mes fushën, sepse ne mes fushë ishim inekzistent, po nuk është për t'i vënë faj. Ishte Curtis Jones i Liverpoolit, ishte Declan Rice i Arsenal, ishte Jude Bellingham i Real Madridit, po them vetëm qendrën e mesit fushës anglezme. Po çfarë po flasim? Dhe sa mirë që kishte marrë vetëm një nga Liverpooli. Në do një koment të ndin se i përket Arlinda Jerit. Është një futbollist i cili ti nuk e di fare se ku luan tani. Mund ta lëri dhe futbollin për 5 vite, por kur vjen te Shqipëria, vesh atë panellën kuqezi, duket si Van Dijk në rolin tonë, është komplet i transformuar, i qetë, i ftohtë, ka një lloj hije, një lloj prezence që ka fituar që nga Europiani i Francës, ku ishte i pagabushëm në gjithë ato ndërhyrjet e tij. Një koment për Arlinda Jetin në sturin tënd për shkak të kësaj gjëje, pra, një lojtar i cili pra te kombëtar nuk është domosdoshmërisht që ti të vish me emrin e klubit. Po janë disa lojtarë që kur veshin atë fanellë transformohen dhe japin shumë më shumë se një lojtar i cili luan në një ekip më të madh. Dhe për vetë dyshen në qendrën e mbrojtjes të Shqipërisë. Duke futur të dhe Ismailin, po marrim këtë emër që ishte Gjimshitja Jeti. A duhet ta quajmë veten me fat që ndoshta kemi pas disa kohësh, pas disa vitesh, kemi një dyshe qendrëmbrojtje e cila është në një nivel shumë të lartë krahasimisht me pjesën tjetër të repartit të Shqipëria, sepse unë jam i bindur që nëse dikush do ta sulmonte Anglinë kaq shumë herë sa na sulmoi Anglia neve për 90 minuta dhe qendra e mbrojtjes anglize që bën më shumë gabime nga ç'bëri Gjimshiti me Ajetin dje. 90 minuta konstante, ata vetëm miqnin topa pafund, derisa Ajeti bëri një gabim që ishte fare i vogël edhe në ato lloj goli të psuar për shkak se ka hequr pafundësisht topa nga zona. Jo, unë jam i mendimit që gabimet individuale në ndeshje të tilla ta dikton kundërshtari. Pra, pasiguria që ti ke në raport me nivelin e kundërshtarit që ke përballë. Tenton që mos t'ia lësh ta marri topin, ta ketë nën kontroll, sepse gjithçka mund ndodh. Kur flasim për Harry Kane, kur flasim për Bellinghamin, Foden, nuk është mirë që ta ketë topin në kontroll. Dhe gjithmonë futbollisti që është mbrojtës mundohet që ta largoj topin përpara se të shkojë tek ai. Këtë donte të bënte edhe Ajeti në momentin e gabimit. Pra, nxitoi për të mos e lënë topin të shkonte tek kundërshtari dhe gaboi kohën apo mundësinë. Po të ishte një kundërshtar tjetër, ti je fare i sigurt që nuk do mundohej ta ishte me kohë, po do priste ta merrte topin dhe ta bllokonte në lojë. Por duke qenë se niveli i kundërshtarit është aq i lartë sa ai mund të driblojë apo të ta krijojë hapësirën, nëse është me top në këmbë brenda zonës, atëherë ty të detyron të nxitosh dhe nxitimi sjell dhe gabimin. Pastaj, duke ardhur tek mbrojtja. Përpara kësaj ndeshjes ishim ose pakën unë personalisht isha shumë entuziast sepse vinim me një repart prapavijes jo të kompletuar, po më shumë se të kompletuar. Pra kishim Ismailin që lunte rregullisht, kishim Kumbullën që lunte rregullisht, kishim Gjimshitin që lunte rregullisht, pra mes 3 qendrave të mbrojtjes, pa e lënë në harres Ajetin, por që në hierarki vinte pas këtyre treve, ti kishe garancinë që ke lojtar të rëndësishëm. Pra, në qoftë se do doje ti bëje ball prapavijes, ofensivës 7 lartë të Anglisë, mund zgjidhje fare mirë Kumbullën dhe Gjimshitin që ishin lojtarë 7 lartë, sepse kur vinte ai Burn, debutuesi 32 vjeçar i Newcastle-it, aty nuk e di, ai dukej si kulla Eiffel në mes të fushës. Pra ishte aq trup madh, aq 7 lartë, sa ishte panik total në çdo goditje këndi. Dhe mos harrojmë ato imazhet kur suleshin aty Bellingham, Kane, Burn, shtatlartësia anglezëve ishte e frikshme në raport me lojtarët tanë. Dhe kujtoj atë imazhin ku ishte Ozuni apo Asani që mundoheshin ti çfarë mund të presësh? Domthonë rrezik konstant në çdo goditje standarde. Kështu që nëse do zgjidhej Kumbulla përpara Ismailit, nuk do ishte një tragjedi, por një zgjedhje teknike e
Silvinjos për t'i dhënë shtatë. Por edhe nëse do lunte Ismaili, do ishte praktikisht mbrojtja jonë më e mira mundshme, sepse po flasim për lojtarë që luajnë në Serie A, ku mbrojtja është art. Kështu që me Ismailin dhe me Gjimshitin do ishim po njësoj, jo po të them sigurt, sepse në fundit nuk ta zgjidh sa mbrojtësa të mirë ke ti për të mos psu gol, sepse kur të instalohet kundërshtari aty me gjithë peshën e vet. Dhe mos harrojmë që vërtet ne i kemi mbrojtësat e Serie A, po ata e kanë Premier Ligës, çfarë themi tani? Nuk bën Premier Liga, është kampionati më i mirë në botë. Pra, nuk po flas për cilësinë e mbrojtjes ton si një detaj që duhet ta marrim që po pse na mundi Anglia. Do të mundi Anglia sepse për të gjitha ato gjërat që tham. Po them që kishim mbrojtje stabil me minuta dhe me kualitet. Fati donte që Kumbulla dhe Ismaili na dolën jashtë përdorimit të parandeshjes dhe si Ajetit. Ajeti është një lojtar që ka treguar gjatë gjithë historikut me kombëtaren që kur futet aty në fush, futet me përqendrim maksimal dhe futet me dëshirën për të respektuar fanelën. Mua më pëlqejnë shumë lojtarë të tillë. Po në përgjithësi lojtarët e Shqipërisë janë të gjithë të tillë. Unë nuk di që me një përjashtim shumë të vogël, po nuk dua të bëj emra, që ndodh që mund të mos jesh mirë nga ana fizike apo kundërshtari të jetë shumë herë më i lartë, po kur nuk neglizhohet ndeshja. Dhe Ajeti tregoi pikërisht këtë, që pavarësisht se ishte, dhe jo vetëm Ajeti, po edhe Ali, sepse nëse po flasim për Ajetin që luan në një kampionat jo kaq të rëndësishëm sa që ishin lojtarët e tjerë të Shqipërisë po edhe të Anglisë, kishim dhe Alin në anën tjetër që lunte me Dinamon. Edhe ai bëri performancë jashtëzakonisht mirë, aq sa mund të bëj, gjithmonë aq sa mund të bëj, sepse për ndryshe nuk do ishte te Dinamo, e tha mirë, do ishte në skuadër tjetër. Ena dua të bëj një mendim timin se përket pjesës së krahut të sulmit të Shqipërisë dhe dua gjithashtu edhe i komentonin se si e mendon ti këtë gjë. Domethënë flasu për Yasir Hasanin dhe për Nedim Bajramin. E gjithë konkurrenca më e madhe e Silvinjos është pikërisht në krahun e majtë të sulmit. Aty kemi Nedim Bajramin, kemi Mutlozin Myrto Uzuni, kemi Arber Hoxhën, janë shumë Anis Mehmeti, Mutlozi Ernest Muçi, janë ka shumë emra që mund të luajnë atë krah, ndërkohë në krahun e Hasanit sigurisht është pa konkurrencë sepse është vetëm Hasani. Por pyetja është kjo, unë kam parë pak nga vënë re që jo vetëm Anglinë, por në të gjitha ndeshjet e fundit të Shqipërisë, Nedim Bajrami që është shumë më i mirë fizikisht se sa Yasir Hasani, nuk e bën atë ndihmën në fazën mbrojtëse sa bën Yasir Hasani. Yasir Hasani e shikon shpesh aty në mbrojtje duke hequr topa, ndoshta duke gabuar, po siç është ajo shpreha kush punon gabon. Nëse shikon Yasir Hasanin duke gabuar aty, sepse po vjen aty dhe po ndihmon. Ndërsa Nedim Bajrami as nuk e shikon duke gabuar mbrojtje, pra ai nuk shfaqet fare aty. Dhe pyetja që vlen tani është pse fut pasaj Nedim Bajramin dhe nuk fut Arber Hoxhën, kur trajneri thotë që Arber Hoxha nuk mund të mbrojë, por as Nedim Bajrami s'po mbron. Pra ti të paktën fut më mirë një futbollist i cili është më i mirë në fazën ofensive, ndërsa Bajrami nuk është as për të mbrojtur dhe as për të sulmuar. Pse e zgjidhen këtë lloj mënyre? Nuk po flas tu vetëm për Anglinë, por po flas për përgjithësi me ndeshjet e tjera. Në një moment kur Yasir Hasani bën më shumë detyra mbrojtëse se ty, që je fizikisht shumë më mirë se sa Yasir Hasani, atëherë është diskutimi kot për Nedim Bajramin se mbron, prandaj unë po e fus. Shikom, mua nuk më pëlqen të futem në detajet e një trajneri, sepse nuk e kam licencën që ka trajneri, dhe nuk do të doja të gaboja në këtë rast, sepse nëse ai zgjedh një si Bajrami, tregon që në detyrat që ai i ka dhënë Bajramit, Bajrami bën diçka më tepër se sa lojtarët që ti përmendë, pra qoftë Hoxha apo qoftë edhe Muçi, sepse kemi edhe Muçin. Pra, duhet të ketë diçka që Bajrami e bën më mirë se këta të dy në detyrat specifike që Silvinjo i kërkon një lojtari. Pastaj mos harrojmë se ka edhe një detaj tjetër që nuk duhet të na shkaluar. Ka trajner që janë të fiksuar pas një lojtari të caktuar me të cilin kanë arritur suksese, po themi, apo kanë bërë mirë dhe kanë marrë rezultate. Dhe nuk është vetëm Silvinjo, po them në nivelet të larta, kishim Allegrin, që nuk kishte dorë nga De Sciglio dhe Rugani. Çado që bëj, ata ishin aty. Pra ishte një lojtar që në këndvështrimin e tifozëve nuk vlente,
për Juventusin apo për Milanin, por që Allegri e preferonte, madje ndoshta në një herë edhe para lojtarëve që ishin shumë herë më të quotuar. Pra, një trajner ka dhe ca fiksime që lidhen jo me beslutnin, por lidhen me detaje teknike. Pra, ai lojtar specifik i njeh kërkesat e trajnerit më mirë se sa dikush tjetër dhe trajneri ka bindje që ai i përmbush ato që ai i thot. Duke thënë këtë, nuk justifikoj asnjë trajner sepse mua do m'pëlqente që nëse Yasir Hasani prej kaq ndeshjesh nuk është se po tregon gjë, edhe mund ta ulësh në stol dhe të provosh një lojtar tjetër. Anis Mehmeti ishte njëri, po mund të ketë edhe zgjedhje të tjera. Pra mund të provosh një alternativ tjetër, mund të provosh Muçin ose Arber Hoxhën dhe të shohësh, por ka dhe diçka tjetër, se ne flasim për individ, flasim për kualitetin që ata kanë, por nuk duhet harrojmë edhe një gjë tjetër. Pikërisht këta lojtar nuk luajnë edhe në skuadrat e tyre. Flas për Ernest Muçin këtu, sepse është një lojtar që ne presim shumë nga ai, por është një tregues, pse nuk luan dhe atje, nuk luan dhe rregullisht as te Legia, po i ndodh edhe ke Beshiktashi. Pra mos ja vëm vetëm fajin Silvinjos. Ka një gjë këtu, se po t'ishte siç luante ai Rashica, të luante edhe Muçi. Pra nuk është puna se nuk është turk dhe nuk e fut. Ka një gjë këtu që nuk shkon. Turk nuk është as Milan Rashica po. Ndoshta në kontingjent në kondicionin fizik, ndoshta në detyra taktike që lojtari ndoshta nuk i përmbush si duhet. Prandaj tash trajnerit unë nuk dua të futem, por ma analizoj ca detaje. Dhe këto detaje më sjellin nuk i vinja që nuk e fut. Por janë që paska qenë dhe trajneri i Legias, janë që paska qenë dhe trajneri i Beshiktasit. Pra, si rasti i Muçit janë dhe të tjerë. Duhet të shohin te vetja dhe të përmirësohen dhe të presin rastin. Dhe nuk është e nevojshme t'i themi trajnerit që pse s'fut këtë apo pse s'fut atë, sepse ai është i pari që do ta fitojë ndeshjen. Pastaj se ai ka punën e vet. Po, ai paguhet pikërisht për të gjë në fakt, kur flasim për Muçin dhe ne kemi bërë shumë shkrime për të lojtar të Beshiktasit dhe duket si një problem i vetë karakterit të lojtarit. Me sa unë kam lexuar të paktën jo vetëm te Legia, por edhe në Turqi, presidenti i Beshiktasit u shpreh se Muçi dhe disa lojtarë të tjerë të Beshiktasit kanë një lloj tjetër impenjimi kur luajnë ndaj ekipeve të mëdha apo një super ndeshje dhe një tjetër lloj impenjimi kur luajnë në ndeshjet e vogla ose në ato ndeshje ku Beshiktashi duhet të fitojë duke ulur tërësisht atë tempin dhe ritmin e tij. Kështu që kur flasim për Muçin është një mëkat i madh sepse është padyshim një prej talenteve më të mëdha që ka dalë nga futbolli shqiptar në ato 10 vitet e fundit, por është një mëkat për gjithë ky talent nuk e kap atë potencialin maksimal vetëm për shkak të këtij karakteri që duhet ta ndryshojë dhe këtu nuk është faji Silvinjës as pak. Duhet bëjmë një pyetje se përket Armando Brojës. Armando Broja sapo hyri në fushë, i gjithë stadiumi u ngrit pranë në këmbë, është era e dytë që Armando Broja nuk është se ka luajtur me kombëtar, nuk është se ka bërë më gola, si na thosh pas asaj atyre dy super ndeshjeve me Hungarinë, dëmtime që kaloi të gjitha ato, por sërish është emri që po ngrehet në këmbë gjithë stadiumet ku janë shqiptarët dhe në transfer dhe në Albania sa era i futet dhe këtë nuk shkënjeu megjithëse nuk është se bëri ndonjë gjë të madhe, po të paktën e bëri atë repartin e vetëm, i dhaj aty 3 shkëndijë Shqipërisë që në mënyrë vetë ndoshta se si ne të shikonim pak dhe ata portierin kundërshtar apo jo. Jo, tifozët patjetër që do të duan, tifozët kanë nevojë për shpresë dhe Broja me po ta marr kështu si shprehje me paqartësinë asaj çfarë mund të jap për skuadrën, misteri i bën tifozët që thonë që shiko, o Samir, ky do bëj këtë, do bëj atë. Dhe nisur nga kjo dhe nga fakti që është lojtari më me kualitet që ne kemi, sigurisht janë të entuziazmuar. Ajo që më entuziazmoi mua ishte fakti që i përballoi ato minutat e fushës pa problem. Dhe ky është lajmi më i mirë. Pra, kur Broja të filloj gradualisht ketë konfidencën me fushën, se ti je i sigurt që pasi dëmtimi aq të gjatë dhe një kalvari dëmtimesh që e pasuan, nuk është kaq kollaj ta luash topin, ta hedhësh këmbën pa frikë. Pra lojtari është i kondicionuar psikologjikisht në këto momente që ne flasim. Kur ai të marri konfidencën me fushën, me topin dhe të filloj të vrapoj pa frikë, të futet në driblime pa frikë, do të shohim që do të jetë një lojtar shumë i rëndësishëm për ne. Dhe ndaj dhe tifozët e kanë këtë lloj ndjesie dhe brorasin kur fusin sepse nuk gjejnë shpresë tek lojtarët e tjerë aq sa tek Broja. E thash, misteri që
se çfarë mund të bëjë ky lojtar, i bën ata që ta dëshirojnë për futjen e tij sa më shpejt. Po ishte pamundur për të qenë titullar, të flasim drejt. Do ishte krim për lojtarin ta shfrytëzonte ta fusje që në fillim dhe ta rrezikoje që të pësonte një dëmtim. Ai kishte vetëm 10 minuta me Evertonin në fundjavë, pas një dëmtimi dhe një kohë shumë gjatë pa luajtur. Kështu që unë mendoj që ishte zgjedhja më e mirë për ta përdorur në minutat e fundit, për t'i dhënë ca minuta, për t'i dhënë ca optimizëm dhe besim lojtarit dhe ai fakti që pas ndeshjes ai ishte aq falënderues ndaj stafit, tifozëve, të gjithë ambientit, pra tregon që ishte zgjedhja e duhur. Shpresojmë që me Andorën të ketë akoma më shumë minuta, pse ta nisi titullar të paktën për të luajtur 40 apo 50 apo 60 minuta. Por gjithsesi mendoj prapë që edhe nëse futet në pjesën e dytë, mund të jetë po aq efikas, sepse një lojtar kur të tjerët janë edhe disi më të konsumuar dhe ti fut një lojtar si Broja mund ta bëj diferencën, ndoshta edhe më lehtë. Po. Dhe një pyetje fundit edhe para se ta mbyllim. Folëm për rastin e Etnik Brutit, i cili kaloi nga Kosova te Shqipëria dhe përse Kosova nuk thrisë lojtar nga Shqipëria. Mbas informacioneve ekskluzive që koha shtesë Kosova po tenton dhe është shumë afër që të marrë një futbollist të Shqipërisë, i cili ka luajtur me U21 tonë, bëhet fjalë për Armando Dobra. Armando Dobra është pjesë e Chesterfieldit në Ligë 2 të Anglisë dhe është në kontakte me Kosovën për shkak se nuk është thirrur nga Silvinjo dhe mund të jetë pjesë e Dardanëve në të ardhmen. Nuk është diskutimi duhet vez, është ratar apo s'është ratar, se sigurisht ne e folëm dhe është shumë mirë që ata lojtarë që Silvinjo nuk po i ka në konsiderat, Kosova mund t'i marrë, mund të përforcohet. Pyetja ime për ty është kjo. A ke pak kurrëshe për faktin që Silvinjo, një person i cili e njeh shumë mirë futbollin anglez, dhe kur erdhi Silvinjo dhe dilin ata futbollistët shqiptar tanë në Angli, dhe kishin atë përshtypjen që i doj këta futbollistë sepse është më afër tyre, një më mirë futbollin anglez. Ndoshta edhe ti mund ta kesh përshtypjen që shumë ekipe për shembull në Championship mund fitojnë lehtësisht kundër disa ekipeve të disa. Championship është një prej atyre kampionateve që shet edhe më shumë, është edhe në fitime merr shumë më shumë se sa Serie A, La Liga dhe shumë kampionate të tjera. Sepse është një konkurrencë shumë e madhe e ekipeve. Dhe disa lojtarë tanë që kanë shkuar atje si punë e re Mama dhe nuk është bën kur emër, sepse është një nivel shumë i lartë i futbollit. Pyetja është kjo pra, me lënën jashtë të Anis Mehmetit, të Armando Dobrës, apo dhe disa lojtarëve të tjerë, atë të gjallë pak kurreshtë që ore, po pse po i lë jashtë sepse ai e njeh futbollin anglez. Që paktën të jetë pjesë e ekipit të Anis Mehmetit, nuk po themi ne do futet dhe do bëj magjira, po paktën jepi shansin. Armando Dobra po ashtu te Chesterfield ka luajtur me U21 e Shqipërisë. E ka dhënë kontributin e tij, qoftë edhe për respekt, ë? E kuptoj, po shikon, ka diçka. Silvinjo dhe jo vetëm Silvinjo, pak të mënyra se si është shpjeguar funksionimi i skautëve të Federatës Shqiptare të Futbollit, ai aplikacioni i famshëm që në Europian bëri zhurmë i përzgjedhjes lojtarëve dhe i përfshirjes në një listë ku kërkoi me karakteristika të ndryshme dhe me nivel kampionati. Pra, unë kam përshtypjen dhe është normale që të jetë kështu, që Silvinjo t'i ketë kaluar në sit edhe këta lojtarë. Nëse nuk e ka thritur, do të thotë që në atë pozicion ku ai luan shef të tjerë përpara të avantazhuar dhe nuk mund të funksionojmë kështu, që të thrasim çdo lojtar që del në një moment caktuar në një apo tjetër skuadër dhe duhet thrit patjetër në kombëtare. Nuk është kështu. Ti do të thrasesh në bazë të një performance. Pra kur ai lojtari të arrijë një stad më të jo stabil, po them në një stad më të lartë, pra ta marrë përdore skuadrën e tij, ta shtyp përpara, të tentojë të ngjitet këtu apo të bëjë një arritje personale me një numër golesh, sigurisht do vi koha që ta thrasësh në kombëtare. Por nuk funksionon kështu. Pra, është një lojtar që luan me Chesterfieldin apo me Kudiun, me Viganin dhe tani thriten kombëtarët e tij se luan këtu. Kam përshtypjen që e kemi kaluar këtë lloj niveli me kombëtaren tonë. Pra, ishte dikur, merre filanin se luan aty, se mezi gjenim lojtarët dhe ishin pak që luanin jashtë dhe ai thirrej menjëherë kombëtare për ta provuar. Tani duhet kalosh ca parametra për të qenë pjesë e kombëtares. Nuk mjafton vetëm luan jashtë këtu apo aty. Pra nuk besoj se është thjesht neglizhencë e Silvinjos
për të mos e marrë lojtarin. Është thjesht pjesë e një procesi ku e analizuar dhe e futur në sit bashkë me alternativat e tjera, ky Delosh nuk është konsideruar nga stafi teknik mbi nivelin atyre që janë nën titullarët dhe presin momentin për të përfshirë në kombëtare. Kështu funksionon dhe kështu duhet të jetë. Okej, në shumë... Pasi për lojtarët që merr Kosova, absolutisht jo që nuk ka për të qujtë tradhtar dhe nuk ka pse të quhet tradhtar. Dhe mua do më bëhet shumë qefi që një futbollist shqiptar i Shqipërisë të luaj për përfaqësuesin e Kosovës. Absolutisht fare. Nuk do kem pikën e keqardhjes pse ikën dhe të luaj për Kosovën, po do jemi kënaqur që rritet akoma dhe më shumë ndërthurja mes dy shkollave të futbollit apo dy kombëtarëve të futbollit. Okej, në shumë faleminderit që ishte pjesë e jona. Kënaqësi dhe imja.